si shihet 10 korniza duken full me miz nga lart. Shohim mirë se çka kemi nga poshtë. Si shikoni nuk ka ndërtuar asnjë gjë lart, sepse qëllimi im është të ndërtoj kornizat, nuk më intereson me ndërtu bleta këtu lart. Janë disa bletarë atje në Facebook që më shkruajnë po s'ka ndërtu lart, si i vendos kap. Po rrim është shoh. Mos u merr me këtë punë. Korniza e re e ka ndërtu e ka qa. Mashallah edhe ka hedhë dhe larva. Ka hedhë dhe zbitore. Ta shohim mbretëreshën është tu apo jo? Mashallah. Mashallah, e ka mbutë sepë në sepër, po të thëmë sepë në sepë. Korniza e fundit, me pjellje. Mbretëresha nuk ishte këtu, duhet më e kap një aheq njërin krah, po kjo nuk e ka problem për rojitjen, përderisa nuk e ka problem rojitjen përderisa po na I bëjnë kornizat e bardha me pjellje. Shikoj një. Duken larvat e to veste e bardha. Tu kam mbush një pjesë me nektar dhe si kam hedh fare as me ushqy hiq, sepse duke e ditë se tani kanë plas portokallat edhe akacia. Nuk kanë nevojë fare për ushqim. Okej, po mendoj ta vendos telefonin këtu. A shikohet? Nuk shikohet. Është që ta vendosim në hije. Këtu shikohet, Okej, po vendosim prapë aty. Në durës që ndemi. Shikohet kosherja e plot. Po pa rjet ja vendos kur është ftohtë. Tani është koha, është temperatura goxha e lartë, kështu që duhet ja vendos rjetën se s'bën bos. Jo nëpër zona varet se në çfarë zone je, nëse temperaturat janë të ftofta, vendosja edhe pa diafragm, pa rjet. Siç e pat, korniza e parë ishte me pjellje ditore. Korniza e dytë është me pjellje, në mes ka dalë pjellja. Edhe krau tjetër, në mes ka dalë pjellja, ka hedhë prapë pjellja, ja tek është edhe mbretëresha këtu. Do ta kapim këtë mbretëreshën, t'ja heqim njërin krah. Ja heqim njërin krah për siguri, Po, si që kam thënë ju që s'keni eksperiencë më mirë mos e kapni hiq. Thjesht jep një korniza më shumë, mundoni që t'i kontrolloni më shpesh. Por unë do ka e ditë kohën time se si jam me punë edhe si jam edhe me bletët edhe se çfarë bëj. Kjo është karnika. Ama I zbrit, shi. Ranë fund kosherës. Atëherë kemi dy kornizat e parë me pjellje. E treta me pjellje, mashallah, edhe kjo është kornizë e bardhë me pjellje. Mashallah. E si unë kam thënë gjithmonë që vendosni kornizat kohën e duhur, sepse për zotin do keni super shpërblim nga mbretëresha. Nëse ja vendosin kohën e duhur, shikojni edhe kjo është kornizë e bardhë. Është plot me pjellje ditore. Ku ishte?
Shikoj. Kornizë e bardhë, ja kam vendosur javën që kaloi. Shikoni larvat. A shihen? Shikoni rez, deri në fund e kam mbush. Ato bletarët thonë prit ta zbardhe kurorën lart, thot prit ti zbardhe kornizat lart, pastaj vendos korniza. Ej zot. Prit edhe ti prit se pritni. Shikoje, kornizën që e kam vendos para 2 javësh, e ka punu, e ka ndërtu, e ka mbush me pjellje. E ka qa. I bje 4 pjellje, se një ja kemi në gjithë lartë pjellje ditore. Korniza e 5, me pjellje. Këtu ka mbush me polen, ka sjellë goxha polen. Kjo është me pjellje të mbulosur, kjo është pjellje e pjekur. Ani nuk po rri me kap telefonin në çdo moment, sille e hiqe, po këtu në për pjellje e ka mbush me nektar se po shkëlqen. Këtë do ja japim lart. Kjo është pjellja super e pjekur. Këtë do ja japim lart. Të kornizën me pjellje ditore ja zbresim poshtë. E njëjta, polen, pjellje. Duhet ta shohini nësisht për çibuk, mos e neglizhoni me jalan, hajtë se ja prish herën tjetër, jo, kur e shikon se ka çibuk prishja para se të bëje vezën. Në moment që vazhdon të hedhë vezë, mbretëresha vazhdon dhe e ul ritmin e pjelljes sepse përgatitet për ujitje. Këtu kam shumë polen. Gjysma e kornizës është një pjesë e kornizës është në polen. Shohim një kornizë tjetër, se ka mundësi të hypë edhe 3 korniza lart. Mashallah. Lot për plot me pjellje. Kështu që kësaj, shikoni se çfarë ndodh tani. Se po ti shikoni me vëmendje, gjitha kornizat kanë pjellje. Janë pak korniza me pjellje të vulosur. Kështu se këto tjerat, deri javën tjetër këto do vulosen, ajo mbretëresha nuk ka ku të hedhë me vezë. Dhe këto tjerat që janë me vulosje, unë do janë ngjes lart. Në moment që janë ngjisim këto lart, ajo prapë do bllokohen këto me pjellje të vulosur dhe s'ka ku bën larva. Që prandaj do të japim 3 korniza të reja poshtë. Ti punoj edhe të hedhë pjelljen, derisa të dalë pjellja nga kornizat e tjera. Kapni këto detaje se nuk i ngjoni çdo ditë. Besom se nuk i ngjoni çdo ditë. Kjo është me pjellje të pjekur. Edhe këtej në mes ka hedhë disa larva, por këtë do ja hypim lart. Korniza e fundit. Mashallah. Jam i papamër. Po s'ja bone qefin vetes. Po si the vetes se e gjish, mos prit me të thonë tjerë. Shikoj edhe këtë kornizën tjetër, 10 korniza me pjellje. 10 korniza me pjellje, shikoj e tua tregoj. Dhjetë korniza me pjellje, shikoj e kornizën e fundit me pjellje ditore. A i shikoni? Dhe se duken thumbat e bardhë.
duket. Jam njësh jam. Nuk ka diskutim. Më thjerë një njësh ta njëmra, po atëherë si do ja rendisim këtu. Kemi 10 korniza me pjelli. 2 lart, 8 poshtë. Qa do i bëjmë? Tani kjo këtu është me pjellë editore. Do ja vendosim pak më mrena. Kjo këtu është, nëse në gjutë para 2 minutash që ju thash, duhet me i dhënë dhe pak hapësirë, pak vend, se tani i ka bot gjitha këto me pjellje, po këto du vollosen edhe s'ka ku të hedhe më larva tira ajo. Tani qa do i bëjmë? Kjo këtu ka polen, ka dhe pjellje. Ati kjo ishte me pjellje të freskët, sa po e ka bo, e afrojnë. Kjo ishte me polen edhe me pjellje. Marrë një kornizë të re dhe e japim këtu në fund. Fund fare. E afrojnë kornizat tjera atë. Këtu e kemi kornizë me pjellje editore. Më shtfik edhe të musja tani. Këtu e kemi me pjellje editore. Imagjino se qa ka bo tani është në kul mbretresha. Kjo mbretresha këtu si edhe shumë tjera, se shumë blet nuk e rri duke ju bo video me i nxjerr, kam nxjerr vetëm pak të ju të tregoj disa blet. E u mundon të tregoj bletët më të dopta që e mendoj. Se po të va tregoj 2 kaçet dhe 3 kaçet. Nga 18 korniza pjellje, nuk do ju besoni të syve.